pushteti absolute i drogës dhe krimit në Tiranë dhe degët e tij në rrethe, i drogës dhe krimit në Tiranë dhe degët e tij në rrethe, nuk kanë marrë asnjë masë. Deputet Partisë Demokratike ndodhen në teren dhe po ndjekin me shqetësim të madh situatën, por ata përveç solidaritetit nuk kanë mjete dhe mundësi të tjera sugjerimeve dhe këshillave. Ajo që quhet mbrojtje civile, ajo është inekzistente. Pra, qytetar të lënë në mëshirën e fatit, dënoj me forcën më të madhe. Këtë qëndrim të papërgjegjshëm ndaj qytetarëve të cilët po përjetojnë tmerret e përmbytjeve të papritura. Natyrisht, një qeveri, narkoqeveri, e ngërthyr nga super skandale, nuk ka asnjë lloj preokupimi tjetër veç se si të fsheh gjurmët e krimeve që ka kryer, vjedhjeve që ka kryer. Të dashur qytetarë dhe qytetare, dëshmitari dhe njeriu që denancoi me forcën më të madhe tunelin e Llogaras, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i pranishëm në takimin e Ankaras të Edi Ramës dhe Lubis, u thash shqiptarëve se jo Lubia, por është Rama që ka ngrëndarë prapa shpinës së Lubis. Po e ndëgjuat vetë ju. E vërteta është se Lubia ka shërbyer thjesht masha në shkeljet plot të ligjeve të vendit. Masha. Edi Ramës, për të plaçkitur të paktën 90 milion euro, apo sipas Ahmetajt 97 milion euro. Pra, edhe njëherë, për të kuptuar se pse Lubia nuk jep dorëheqjen, për të kuptuar se si ajo, se kështu është gen kriminal, ju them unë ju. Gjyshi i saj ka qenë serial killer, dhe kjo e tmerron Edi Ramën. Ajo i është betuar, që u të marrë me vete, sepse nuk jam unë, po je ti që më ke urdhëruar mua të firmos çdo gjë me këtë kompani, që na urdhërove të anullojmë tenderin. Na urdhërove të anullojmë tenderin. Ajo ka përdor një terminologji freudiane në komunikimin me te. Por e vërteta është që ajo transkriptohet, që dardhat pas shpinës Belinës i ka ngënë Rama. Kumbullat pas shpinës Belinës i ka ngënë Rama, Lubis, ti themi, mos ti themi Belinda, Lubis.
Kështu që, si që shifni, ajo e shqiptarve e vjetra, e lashta, keni parë, shko një vdekur me një gjallë. Janë bërë si Konstantini dhe Dhoqina. Janë bërë. Ndaj dhe, por unë gjithashtu, theksoj se prej 10 ditësh në zyrat e agjensive që varen nga Lubia dhe në zyrat e saj, po fabrikohen, po manipulohen, po ndryshohen qindra dhe mijëra dokumenta. Dhe kjo është përgjegjësi direkte e prokurisë që lejon të qëndrojë në mes dokumentave. Në një kohë që mbani lirmetën në paraburgim një vit, se do prishte dokumenta kur s'kishte as një funksion shtetëror. Shiko çfarë fytyrë del këtu, çfarë standardi i shëmtuar. E shifti vetë pra. Ose, Burgos zëvendës ministrën për një ark me cironka dhe një aparat celulari. Gjithsej 2-3.000 euro, maksimumit. Lubia për 97 milion, pa llogaritur të tjerat, se kur të llogaritën të tjerat, ju them unë ju, dalin miliarda. Këtu do jemi. Rrinë e lirë, kryeson edhe mbrojtjen civile, shkon edhe në mbledhje me qeverinë italiane, sepse ai që është i padenur është i pafajshëm, dhe ky është i parim i pamohueshëm, por ka një standard që një qeveritar që merret në akuzë, a jep dorëheqjen. Kjo ka qenë tradita e konsoliduar e qeverisës demokratike të mëparshme. Kjo u shkel nga Edi Rama, aty ku është vetë implikuar. Sajmir Tahirin e mbrojti. Nga pasi pala italiane kërkoi heqjen e imunitetit dhe arrestimin e tij. Lubi Ballukun i bëri qartë prokurorit, mos guxo të kërkosh largimin e saj apo vendosjen e saj në arrest apo të bllokimin e pasaportës. Pra, këto janë të vërtetat e arritjeve të Edi Ramës. Faleminderit.